Pastroni zorët tërësisht dhe shpëtoni nga kapslloku me këtë recetë 100% natyrale. Ndodh shpeshherë që dhe trupi ynë në një mënyrë a në një tjetër të na dërgojë disa sinjale paralajmëruese sa herë që diçka nuk shkon mirë me organizmin. Për shembull, në qoftë se ndiheni të lodhur dhe të fryrë pas çdo vakti që hani apo keni vështirë në jashtëqitje, atëherë është momenti i duhur të ngrini pyetjen se çfarë po ndodh me sistemin tuaj tretës. Ky sistem është shumë i komplikuar dhe aktivizohet që me marrjen e ushqimit për të kaluar më pas në organe. Por kur tretja nuk shkon mirë, atëherë provoni këtë lëng. Kaloni në frulator gjysmë kastravec me madhësi mesatare, 1 mollë jeshile, 3 feta ananas, 1 portokall, 2 lugë gjelle me aloe vera dhe gjysmë gote ujë. Kjo e fundit është duhet shtuar pasi të gjithë përbërësit të jenë lidhur me njëri tjetrin. Pasi pija të jetë sa më homogjene, shtoni ujë dhe pijeni. Kjo pije duhet konsumuar me stomakun bosh për 2 javë.